Agim, ju jeni ndër fotografët më të vjetër në Shqipëri. Si e kujtoni Fatosllahun? Me Fatosin fizikisht për herë të parë jam takuar kur i vdiq mamaja. Punoqa ke Zëri i Popullit edhe më thonë që do të shkosh të bësh një fotografi. Aty ku është Ministria e Drejtësisë sot, ka qenë lokal Drini, kështu quhej hoteli, dhe pas kësaj me Fatosin derisa doli nga burgu e kam ndjekur bashkë me liderët e Partisë Socialiste, duke shkuar kudo, edhe duke u mobilizuar simpatizante e Partisë Socialiste. Fatos Nano, je hero, e kështu me radhë. Pas daljes nga burgu, vazhdova me Fatosin, në 97-ën, dhe kam kujtime nga më të bukura me të, në fushat, në elektorale, ku nuk kemi shku, bashkërisht. Mbaj mend një kujtim të bukur për të cilën ma kërkovi Gjina. Ishim po Gradec në fushat, dhe aty ndrilën, po drekonim, edhe më thirrë veçan mu, se mua më donte shumë Fatosi për hitë vërtetës, edhe më thot, Gim, thot, do të lutesha shumë, thot, dua të më bësh sa fotografi me Fatosi. Thuaj ti, tha. I thashëm, pse si thu ti? Po ti them, jo ty do më shumë se mu. Nëse nuk disha asgjë. I bëra fotografit, i them, o shef, boll nitëm këtu duke hangër, i thashëm. Apo të shohemi, bëjmë një xhiro, bëjmë një fotografie. Tha mua ashtu thua Katunar, se kështu më thoshe shpesh. Po, i thash, mirë, dolëm, i bëna fotografit. Atëherë punonim me film. I stampova, edhe kur një ditë prej ditësh aty, vjen kjo zoja dhe më thot mu, ja fotografit, o Gim, thot, nuk do të harroj derisa të vdes, thot. I thashëm, pse? Ky është kujtimi më i bukur, thot, që më ke bërë dot. Bëna ja 30 fotografi. Kur pak ditë më mbrapa, aty ke parlamenti, ke kryqësia e kuventit, po bëshim mohabet bodyguardët. Fatosi po martohet, po me nuse të re, këtë janë. I them unë, po mirë më, ta trashgohet për gjanë. I thashëm, kur jam martu unë 2 herë, Fatosi i takon më martu më shumë. Fatosi kishë qenë mas korrizit, tu zbrit për poshtë ati, më thot mu, Katunar, që e në të thonë. I se i thashëm, me undive që i keqë këshu, i thashëm, mua bete, thashë a thëmë, i thashëm, ishte Bilali, se Bilalin ka pas bodyguard, që nuk e di të shi se ku është, edhe mbi emrin nuk në vjen mendje të shi, po që për jetë vërtetës, Fatosi ka qenë lider, dhe do mbetet në shumë zemra, si që shikoni dhe vetë ju në këtë masivitet njerëzish që marrin pjesë sot. Por për jetë vërtetës, që unë edhe ja thosha, abuzon të shumë me alkooli. E në një rast, ishim duke qikë për Vlorë, vajtëm hangëm drejk në ishe tip liqeni Sakalofirin, ati në do kodra. E më thot mu, thot, o Gim, thot, do të shkosh në marrësh, ja, në i gjinë, unë për jetë vërtetës, si disha asemi se qa ishte gjinë. Shikojnë në gjebë, unë 7.000 lekë kisha. I theme në Bilalit, i thashme, sa lekë kushtoj gjini, dhe që po të shkejme të thati, ti ka që për të besushëm, tha se do shkoj Ibrahimi, dhe Ibrahim Bache, ka vdek dhe i raf me të pas, dhe ishtë drejtori i librit. Hypi makinë të ati, unë shkojmë atje, bori porosine i sabone, pakovi nga 700.000 lekë. Thashëm, unë gjitëm lartë, tha mu, tha po akullin, ku e kjo Katunar? I thashëm, ku kishtë akull? I thashëm, ku ka akull të shimër buë?
Ko gjeta unë me qumë, tha mu. Nëse mi ule unë aty, i them Bilalit, i thashë, kush është ky? Nuk i njeh, tha braçën, tha. Jo, i thashë. Nëse, tha. U qumë atë, pinë atë, ne, i tha ky këtë të vëlinë këtu, e paguaj unë, tha ky. Një dhe një 2 orë aty, më thot, boju gati, më thot mu. I thot, çfarë bëj gati? Thot, ti dhe një qenë. I thot, mos di në ondi dhe do me mytë, pa çka edhe hymë vargë aty. U gjvesh, edhe u hëll, duke bërë natë. U lau fresko aty, dolëm të shion shkoj ke shishet. Shkoj për të pa, a ka ngel në jo, që shkoj gjini me e provu. Tha mu, kërko tare, kërko dhe se bish në qeni do gjesh. I tha, ha, mon të kejgjen, i tha, po ku e qove gjitha të mërbur? 2 shishi. Mos o mërë ma të punë, da. Edhe kështu që nga kjo pjesë, në thënë, me vinte edhe keq, o kishte qef ti ushtronte të gjitha, edhe ke makinën go atje, që boni një aksident një herë atje, ishte i sporteve të gjitha për të ditur. Edhe një gjë tjetër që më ka ngel me që është edhe gjallë Serveti. Serveti ishte njeriu që më shumë se kush do tjetër luboj për Fatosin për të qenë dikush. Dhe kur doli nga burgu, ky kërkoi takim. Që takoheshim me të. Dhe më thot mua Gim se Serveti është gjallë. Më ka dashur dhe më do shumë, si që du dhe unë. Thot mu, kështu nuk më pranovi për takim. Qa thuj, thashu? Edhe i them unë. O shefi, thashu, bë gabim që se tako Servetin, sepse Serveti ka kontributet më të mëdhan për ti, se kam shumë kujtime me Servetin në fushata që ju ka rreziku jeta disa herë. Erdh puna në kongres, edhe atje foli me të njëjtën gjuhë që fliste Berisha për Servetin, edhe zbritin sallë, i thash profesor Omorzite, qa të bosh Gim, tha, kështu është kjo jetë. Edhe unë më thënë drejta mikën lotët, se njëri që të gjinet në momentet vështire dhe mos të jesh mirë njohës, unë e gjykoj, nuk di si të them, po konjekturat politike, unë i kam njohur shumë në jetë, do t'ju them edhe diçka tjetër që gjithë mediat kanë folur në mbledhjen e komitetit drejtues. Kishte dhënë Fatosi, kishte dhënë dorëheqje, edhe bashkë me Petër Koçin ishin tovëlin kryesor atje dhe thot arta data, thot ky rrugaçi i vogël, thot për këtë e nxitat të madhe, për Petër Koçi. I them arta, i thash unë lajgojmë ku të përmenish Fatosin, i thash, kena ardhur 4 herë në Divjak për të bërë deputete. E se u bëhet çik rëmuj aty, rreth me të pas fino. I thot kjo gurit aty inspektori, nxjerrë Gimin jashtë. I thash mos më kanë nxjerr dot bodyguardët e Berishës, jo të Partisë Socialiste. Dolëm jashtë në korridor aty, me pi kafe me rreth, erdhëm hodhi dorën su. Si ishte puna. I thash kështu, me erdhen bashkë me këtë nusën e Ilirit. I thot arta Gimi si ishte me ne. I thash pse ju me kë jeni? Në këtë kohë më hedh dorën Fatosin supe. Edhe i tregoj këtë që jo dërgova ju. Mos u mërzit, them. Do të kalon gjitha gjërat. Gim, ka pasur ndonjë moment që ju e keni parë Fatosin në moment vështirë të prekur nga situata të ndryshme? Tashi të prekur më shumë se kur i vdiq e ama, nuk është se kam parë, për i të vërtetës, kur të jamën e përjetoj shumë keq. Atë ditë dregës atje, bilet në do momente edhe lotoj, edhe i qavi. Pasaj, jo që kanë të qenë keq, po i shgënjym me këta
ve kryeministër njëri, ve kryeministër tjetrin, ve ministër njëri, ve ministër tjetër. Ju dha shumë liri veprimi dhe një pjesë e këtyre ju kundërvun. Thash që si ishte kjo mbledhje e komitetit drejtues ku Fatosi kishte dhënë dorëheqje në kuptoti dhe kur u rizgjodh prap, që u rizgjodh kryetar partie prap në një rast tjetër, një kongres tjetër, shumë prej këtyre nuk i dhanë dhe dorë, nuk e uruan, nuk i thanë që suksese kryetar. Biles i them edhe Pandit e nuk më kujtohen tjerit, e thashon, si ka mundësi më burr që mirë nuk i thatë që suksese kryetar, kur ky ju ka thënë gjitha këto merita, duke filluar qysh nga i kushëri im, që e bëni 3 herë ministër, Luan Rama. Edhe ky në një rast i doli kundër, biles, i thot, po mirë të tjerit, po ai jotin thot çka ka. I thashun, s'di ç'a të them, nuk po them fjalë për fjalë, Rahmet Pas çam tha, po i thashun, kjo është jeta Fatos, mos u mërzit, po kishte një gjë shumë pozitive sepse ai takonte gjithë njerëzit. Në një rast shkon krahas atje, edhe nëna ime me gjithë Rahmet Pas ka vdek, me gjithë nusën e Xhajës, kërkojnë me e taku. Ata bodyguard ishin kafe ky. Thonë, jo, se është kafe këta, ne i shef. Sa kush janë ata dy? I thonë, duan me taku. Shkoni aty, thot, po të vinë, dhe thot, jam nëna e Gimit, i thot, nëna ime. Bashkë me këta atje. Qohet Fatos nga tavolina, i përqafo. Vjen, thot, mu, thot, falenderoj Gim për atë nënë që kishe. I thashun, ne jemi mundu që të ruajmë atë respektin e prindërve. Agim, çfarë kishte Fatos Nano që se kishin liderit e tjerë? Fatosi kishte cilësi komunikimin. Ai e bënte këto edhe me mu, edhe me i tjetër, do të thënë, dora ati nuk ulishi, gjithmonë ishte e shtrirë. Nuk është se nuk është se do të thotë mëronte puna. Ishte shumë popullor. Do të thonë, bujaria e tij ishte e tepruar. Do të thonë që po të them edhe që zodhi Bamir Topin që punoi për dalë president, edhe kjo ishte një merit në vete. Ai, do të thonë, mendonte siç e mendonte ai që ky vend ka nevojë për të gjithë, që kohët e fundit po shikoj që pe bën Rama me njerëz të aftë që po i vendosën për vende që mbase mund të shërbejnë, sepse e kam thënë edhe në një rast atje, pushteti nuk duhet gjithçka ti maj për vete. Biles kam debatuar se e kam thënë që nëse duam të bëjmë shtet, nuk duhet të quajmë që është lope e Partisë Socialiste, që ta mjelin vetëm patronazhistët. Ky vend ka nevojë për njerëz të mençur, pavarësisht nga bindet. Bindet le t'i marrë për vete se i cili. Problemi a punon për zhvillimin e këtij vendi. Ky është qëllimi për mendimin tim. Për këtë kemi luftuar, unë që kam qenë ndër të parët në rrëzimin e busit, kam qenë gazetari gazetës Puna në atë periudhë, me Alil Leshin e me kompani, kështu që unë them që ai kishte cilësi të veçanta si lider. Nuk është se mante i naft. Edhe mënyra se si usull dhe me Berishën, që i dha dorën, i tha, i vojti, kjo se ju kujtohet, kishte vlera për njëri që ja kupton. Shumë njerëz nuk u mushet menja. Ti kujton, ka qenë kështu, ti kushto ka qenë ashtu, po ky për ne luftuam në për fjalën e lirë, për ta pluralizmin, nuk tham që si ishte atë njëri Jezusi. Agim, vede e fundit e Fatosit ishte për të bërë president. Në momentin që u bë topi, a duhet që Partia Socialiste ta kishte votuar, që t'ishte edhe... Për mendimin tim, Fatosi që këtu
u pre. U zhgënjy, thash nga këto rrymat që kishte në përkam, që kishte, si që tha dhe në gjyq, ky Erioni, është shumë e rëndë që njëri që ti ke bë diçka, quhe nder, quhe për kushtime njëra tjetër dhe vje funit para këtij begës, mjek roje që ka qenë mjek ke spitali ushtarak, Fatos Nana, këtë se ka njof njëri begën. Fatos Nana, da i themi ja, si është turmat e njerëzit. Do të thonë të shia i nuk shef gjë. Është vepra që ka bo ai për këtë kom. Për mu, nga Rama e gjithë tjetë, për mu nuk kanë bë mirë që nuk e ashu Fatos. Mase ai nuk di si u zhvillu në gjaret mas që u këthy nga Amerika e këte ande, po këtu Fatosi pavarësisht se ishte me këta problemet, po këtu për mendimin tim që këtu vdiq Fatosi. E ndjevi keq. Faleminderit shumë për intervistën, ishte Jo, kënaqësi. faleminderit, jo.